Jem të kaloj ka klash me kalu për me bo hapjen. Po pse ta hapja ty unë? Po normal. A të dëmtova unë ty? Ta shti unë e zdo ljonë nga këtë thasë me të njërë ty me... E përdori edhe unë trunin po. E ke sponsua që nga yja ty ne. Ma kopi me këtë forcen, bash edhe Henrin që pëmbroj, që po thojnë bashkëpunëtor Henrin mu ma kish lidha të me ase. Shikoj si më ke tërhequr. Shikoj si Tive ke qaj ke tërhequr. Shikoj e Tive qaj ke boati. Qaj kum të req. Më ke tërheq ato. Më ka tërhequr ato. është dhe një skenë më përpara. Jo, ka tërhequr mua. Më ka tërhequr mua. Kjo është skena Arban, kjo është skena e Sarës. Zirë skenën e Blerinës, të hyrje të tunelit, kur e kanë vratë quna. Ria të fli gjumë. Nuk e kum... Zirë skenën tjetër. Do t'i kemi mundësin të shikojmë, po i shikojmë me shumë mëndje, edhe ne, Armina, çfarë mendon? Me thënë të drejtën, unë nuk po e kuptoj do të Arbana nga video, por në qofë se Sara është ma akun kokë dhe Blerina është aq e ndinjuar, Arbana nuk ka arsye pse ne të... Një sekond, Sara, nuk më duket normale fare që mos respektohet rregulli numër 1 i mos përplasjes dhe i mos dëmtimit të vajzave aty brenda. Fala Mina, mundi me qitë edhe kamerën këtu. O boja ka dëgjo, agresiviteti, shiko, ti ke luajtur shumë mirë, një sekond, më lërë të mbaroj. Keni parë ndonjëherë duke reaguar kështu? Ke ndihmuar gjithë duke nxjerrë thasët. Pas atij momenti ka patur një ngecë aty. Po nesa ai po përshpejton dhe për vetën tëmë. Po për vetën e vetë ka heq. Aty ishit shumë mirë. Po në momentin që bëhesh fizik, s'ka justifikim sepse nuk është një, po janë dy persona të cilët Ja, shisim ka tërheq. dhe janë edhe njerëz të tjerë aty brenda që po e thonë. Ma ke kopa ta është kapur... ju ty. Ju ty. Ishte imja më more time, më tërhoqe. More që atë mora ty une. Ato ma kapshi 3 veta, edhe Henri ma ka kopë, zip se pi kopë një kopë bashkëpunëtor. Shef si ke tërheq Ai ma apo kështë jo? lidha ty. Është dora ime. Na si sport femrat nuk luajnë me meshkujt, vetëm këtu kam paun që i Po për qëta është sfida e fermës, duhet me menu për ta nominojnë dikon. Si ka mundësi? 100 kg mi shife sa është. Po, s'ko gjo. Ky ka qenë sportist. Meshkujt femra sepse juve jeni në një sfidë të përbashkët përderisa ndani shtëpinë. Kjo është plotësisht. Por kjo do të thotë që duhet të respektuar një limit dhe një rregull i cili është kryesori i dëmtimit se ti fizik. fol për ta. Shiko, o Arbana, qa shikoj unë... O, Sara, të lutem, qa shikoj unë aty të kaj moment, ai është peak state, do në janë shumë, është vrulli lartë emocional, aty nuk kupton asë njëri asgjë, po me sa unë mund të shikoj nga video, është lidhur një tulla e Henrit me atë të Sarës, ky e ka tërhequr, dhe unë e pash, bile si thash dhe Enxhe, shikoj e goditi, por mbasi ka rënë tulla në tokë, për inercia ajo ka bërë një lavjers, dhe ajo më duket një goditje pa qëllimshme, ajo që po mban... Jo, ishte e qëllimshme. Me qëllime ka tërhequr ai, por... Të lutem, mund ta shohim dhe ku më tërheq mua kur hyn. Po ku tërheqi ty, mëre, po që e të Ajo goditja... Po jo, mëre, unë e du me ka ishte pa qëllimshme. Jep një fillimin e tunelit dhe gjatë tunelit që ka ndodhur. Po më thonë që do të keni mundësin që të shikoni sonte dhe nesër me nga dalë të gjitha pamjet nga Agaj dhe do të mund të diskutoni dhe të vazhdojnë diskutimet. Në këtë mënyrë do të shikoni ju, do të shikoj publiku, do të shikoj publiku edhe diskutimet tuaja. Mua realisht më vjen keq nëse vajzat janë lënduar, do më vinde njësoj keq edhe nëse djemë do ishim lënduar, e thënë të drejten. Ata kemi bërë ne ato, se këtë e për ti. Ajo është kur hyn të rrugët që të hajnë të tjerë. Igore! Gjak, mëre, se kjo Ajo është kur sfidë. hyn në rrugët e të tjerë. Qëre gjaku këtu. Hajde tani. Atëherë, me qënë se jeni të lënduar, kam një pyetje, qoftë për Sarën, qoftë për Bujakën, për këdo tjetër, nëse keni nevojë për shërbim mjekësor, keni nevojë për një ambulancë. Unë s'kam nevojë se kjo është sfidë, edhe vetë ka ndosh më nominu, faleminderit shumë. Po qa thua, more, qa thua? Po qa thua, more? Bo, qa paftësie. Ti hysh tjetrit. Atëherë, vramon e vazhdoj këtë lojë. La duhet të eci me spektaklin, në të kërkoja, ju lutem, një tjetër grup fitues, një tjetër sfide, shumë më paqësore, shumë të këndshme. Ka qenë një sfidë me breshka, e kemi realizuar disa ditë më parë, në këtë sfidë ka fituar grupi i Romirit, i Sonit
i Donës dhe i Vanesës. Do t'i kërkoja të treve, se Donën nuk e kemi më, tek ferma, të vinë tek Agaju, lutem. Ishte dhe Dona. Hajde, Ramiro, ullë në mes. Ullë në mes, ullë. Okej, ja te kemi. Atëherë,